me i bon prej nën shkurtit vitit të rjedhës deri më sot. Kenan, 15 ditë shtyrje apo blerje ko, apo me të vërtet ka gjasa që kënjufsa edhe ti marrë votat? Unë du më lidhë në dy çështje. Albin Kurti ka kuptu mendësinë e qytetarëve edhe dobësinë e partive tjera. Domthon, këni vendos vendime që i prek qytetarët që si le parti tjera, e të një të kohë dhe dobësit që subjekte politike nga njerë mund të thejmë se ky kandidat do të këshmi votu, tash edhe në aspekt politik, edhe në ata humane, solidar, është duke i prekur Zoti Kurti në këtë kategorit, këtë pozicionet, edhe qytetarët, për edhe partitë politike. Që i bje? Zoti Kurti është edhe duke shfrytzuar drejtën e tij, lojën e tij, edhe duke bler kohë. Domthon, ai gjatë gjithë kohës është munduar të shfrytëzoj pozicionin e tij, edhe duke etiketuar institucionet e Republikës së Kosovës, sidomos gjykatën kushtetuese, po e të njëjtën kohë duke akuzuar parti tjera që ata nuk po mbështesin se unë e baj edhe qeverinë, edhe buxhetin e shumë të tjera. Domthon, ai ka shfrytzuar një agent të planifikuar që nga dita e parë që ka është pas zgjedhjet parlamentare, deri në këtë moment duke qitur një kandidat me të cilën shpeshherë në për debata i ka shkri diskutimet e tij, ose të njerëzve të figura të ndryshme, duke shfrytzuar drejtën e tij që më thonë që mu nuk po mdojnë, po e kanë pëlqyer Klau Kunjovcën. Që Klau Kunjovcën e keni kryeministër, ne nuk dishte me qitë kryetar kuvendi, ne kemi pas si alternativë të dytë. Këne kanë nxjerrë vendime duke shkel ligjin me mbështetje të pensionerave, studentave dhe rrugën e 13, duke u lidhë me qytetarë me thonë, unë jam ka bëjë mbështas juve, këshërë farë vendimi jam të të zirë dobishme për juve për mbështetjen. Domthon, këni as parti tjera nuk mund të kundërshtojnë, edhe pse është në kundërshtim të ligjit, sepse ai është duke luajtur dy role, dy kartela, dy rolet e tij si politikan, e që në fakt vetëm është duke harxuar kohën, duke shfrytzuar momentet që ai të fitoj politikisht dhe atë aspektin material që për fat të keq. Zoti Kurti është duke vepruar në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, duke cenuar drejtën juridike në vend. Që mbi të gjitha, Zoti Kurti, pos që është e blej kohën, është duke i dhënë një epitet të keq vendit tonë, edhe aspekt ligjor e kushtetues, por edhe aspektit e cenimit të drejtës në zhvillim edhe juridik në vend. Por Kurti nuk është duke krijuar të drejtën e tij si përgjas si fitores, sepse ajo është obligum që ditët e para, në veprimet e para ligjore që jep në themelimin në konstituimin e kuvendit, ai ka vepruar në kundërshtim me çdo drejtë juridike në vend e kushtetuese, e që asnjëherë qytetarët nuk janë duke kuptuar këtë çështje. Domthon, qytetarët janë duke u manipuluar me politikën e dëmshme të tij, me strategjitë, me agjendën e tij të rrezikshme për vendin, por duke i dhënë të drejtës tij materializimit politik që është duke shfrytzuar me kartat e buxhetit, me rolin e tij si kryeministër, e duke shkatëruar këtë vend deri në palc me vendime të kundërleshme mos zhvillimin dhe pengimin e shtetit, sidomos në fushën e zhvillimit ekonomik dhe zbatueshmërinë e ligjit. Ne nuk kemi institucione. Çdo vendim që është duke nxjerrë Zoti Kurti është në kundërshtim me ligjin e qeverisë dhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Këtë qytetarët duhet ta kuptojnë, sepse asnjë veprim i tij nuk është në harmoni me ligjin dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës, po që është i bë dëm, e duke shkatëruar këtë vend në këtë formë, me këtë agjendë, e pas kësaj agjende, nuk i dim kush qëndron. Domthon, a qëndron ndonjë këshilltar i tij i dobët, apo ndonjë prapavi se kush qëndron ndaj kësaj agjende të tij të shkatërueshme që i komi sill pasojë dhe dëm të pariparueshme këtij vendit. Po. Dhe ja, me njëherë pas propozimit të kënjufësës për mandatar të ri nga Lëvizja Vetëvendosje, ka ardhur dhe reagimi i Partisë Demokratike të Kosovës, është deputetja Blerta Deliu Kodra, e cila ka quajtur taktik politike këtë. Mandatari i ri pa shumicë është thjesht një lojë për të fituar kohë. 9 muaj dështim nuk mund të mbulohen me taktika politike, zgjedhjet janë zgjidhja, ka thënë Deliu Kodra në një postim në rrjetin social Facebook. Blerta Deliu së desh me lënë postim të tillë heq, sepse edhe nëse ka mirë, qytetarët kanë me reflektu keq. Kategoria e Blerta Deliut, edhe njerëz si Blerta Deliu,
e kanë pru këtë gjendja rritjen e lëvizjes së vendosje. Nuk ka nevojë Blerta Deliu me dalë me një qëndrim të vetin si deputete, po e kanë subjektin politik Partia Demokratike që është kryetar Mendli Krasniqi. Format e veprimit të tillë vetëm e shtyn qytetarin mi besu konceptit Albin Kurtit. Kjo është më mirë me fshi këtë postem, se sa për t'ja parë qytetarët këtë postem, se ka irritim kur Blerta Deliu, një deputete, që më shumë kanë nxite reagim publik nga postimet dhe nga veprimet e ty e saj, se sa një formë me të cilën aja ban një reagimit të tij. Sukur lidhja demokratike që ka do me një deklaratë publike dhe ka mbet me qëndrim, por jo të del në mënyrë individuale njerëzit sukur Blerta apo shumë rrostet e tilla. Maluku? Tash në vazhdën e kësaj është më së vërtetë se subjekte tjera, pra 2, 3, 4,